Këngëtarja Fifi ka reaguar ashpër ndaj komenteve të shumta negative dhe ofenduese që ka marrë në rrjetet sociale pas publikimit të këngës së saj në festival. Teksa ka qenë ftuar në një emision, ajo ka treguar se sulmet nuk janë drejtuar vetëm ndaj saj, por edhe ndaj djalit të saj, gjë që ka tronditur thellë. Sipas Fifi, gjithçka ka nisur që nga dita kur kënga e festivalit u publikua. Deri në atë moment ajo thotë se nuk kishte marrë asnjë koment negativ që lidhe me fëmijën e saj. Prej ditës kur ka dalë kënga e festivalit, mua më kanë ardhur komente duke më mallkuar djalin, është shprehur ajo. Artistja thekson se brenda vetëm një jave ka marrë rreth 300 komente, nga të cilat 200 kanë qenë mallkime të drejtë për djalin e saj. Para 2 javësh nuk ka marrë asnjë koment për djalin. Brenda një jave më erdhën 300 komente, 200 prej tyre mallkime për fëmijën, tregon Fifi duke ngritur dyshime se bëhet fjalë për një sulm të organizuar. Që nga dita kur doli kënga e festivalit më kanë ardhur komente duke mallkuar djalin tim. Për mua le të vazhdojmë, po çfarë ka për djalin im? Deri para 2 javësh nuk kam marrë asnjë koment për të. Brenda një jave kam marrë rreth 300 komente, 200 prej tyre mallkime për djalin tim. Dhe kjo mund të jetë edhe një sulm i organizuar. Mua le të më mallkojnë, por djalin mos ma prekin. Ai nuk ka asnjë lloj lidhje me këtë, rrëfeu Fifi. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.